Vjosa Osmani. Nëse kam në linë të drejt për drejt, ekspertin e sigurisë kibernetike Kasriot Fetaj, i cili ka shkruar më herët në Facebook, e ka analizuar pak a shumë edhe mesazhin dhe adresën nga ka ardhur ky kërcënim, do të diskutojmë me të. Fetaj, faleminderit shumë për inkuadrim Kompas. Faleminderit për ju për thesë. E pash që reagove me njerë pasi doli lajmi për këtë kërcënim e jetë ndaj presidentes, sa munde me analizu pak a shumë prej nga vjen edhe si ka arritur deri tek emaili i presidencës? Po, kemi po për mes mediave që presidenti është kërcënuar me vrasje nga autor të panjohur. Fillimisht është sqaruar çu ka ndodhur ky kërcënim. Ky kërcënim nuk është dërguar nga një email i caktuar, po ky kërcënim ka ndodhur nga faqja zyrtare e presidentes, në cila ka një kontakt form, ku qytetarët mund të kontaktojnë direkt dhe mund të shprehin pakënaqësitë apo çfarë do lloj të tjera kontakte. Në këtë rast kërcënuesi është futur në faqen e presidentes, e ka shkruar emrin në mbi emrin që kuptohet nuk janë emra real, e ka shkruar një email po ashtu që nuk është reale, dhe mesazhin kërcënues dhe ka klikuar butonin dërgo për me dërgu atë mesazh. Ky mesazh pastaj ka shkuar në server të faqes, ku është hostuar faqja, dhe pe atij serveri ka shkuar në emailin zyrtare të presidentes, ajo që ajo po me për media. Me sqaru pak, nuk e ka dërgu dikush për një email të caktuar, po e ka dërgu mesazhin kërcënues prej faqes zyrtare të presidencës. Pra dallon kjo formë e komunikimit, edhe pse faqja zyrtare e institucionit presidencës është e hapur, kushdo mund të dërgojë mesazhe. E vërtet, dallon për arsye që edhe nga ana teknike, po edhe nga ana e gjurmimit, kush ka aktorin e kësaj vepre, dallon. Për arsye që nëse kish dërgu për një email të caktuar, atëherë është dëshmë lumtu origjinën e emailës, ndërsa nëse kjo ka ndodhur për faqes, atëherë duhet me hulumtu kush e ka vizituar faqen në atë kohë. Edhe kjo bëhet me disa forma, disa sqarime në komjap, ato se çysh mundin organet e drejtësisë me provu me gjetë këtë kërcënues, edhe pse nuk është ashtu lehtë, nëse kërcënuesi është një person që njeh teknologjinë dhe ka përdorur teknika mbrojtëse për të mshefur identitetin e tij, atëherë është shumë e vështirë, mos të them edhe pamundur për të zbuluar. Mbas të tekstit zor, që mund të jetë aq i sofistikuar në teknologji, po megjithatë mund të jetë edhe kamuflim, sidoqoftë si duhet të sillen organet e sigurisë dhe çfarë rrugë duhet ndjekin për ta identifikuar të dyshuarin këtë rast. Po, unë kam disa urrëtie edhe për faqen e presidencës përgjithësi, dhe faqja e presidencës i ka disa mekanizma që mungojnë në ato standarde sigurisë kibernetike. E para nuk është e hostuar në domenin qeveritar, që është adresa zyrtare për të shumicën e faqen. Tash mund të them se është decisioni pavarur e gjëra të tjera, ato mundem me diskutuar gjithë ditën, a duhet as duhet. E dyta është serveri që përdoret për dërgimin e emailave nuk është server zyrtar i qeverisë apo institucionit, është kompani private, mund me pa emailin e mbrëmshme, atë që emaila që ka presidentës ka nga një server që ndryshe i thonë SMTP server i një kompanie private. Dhe nga këto mekanizmat vogël na lën më dëshiru shumë se kualiteti i punës në faqe edhe pastaj logo që është në kodra së faqe, a mund të përdoret ajo për gjërmjen. Po nëse mundet, atëherë është një procedurë shumë e thjeshtë që ndodh në këto raste. Nëse sulmuesi ka përdorur një nga service providerët e internetit, që është EPCO, Kujtesa, Artmotion apo çdo gjë, ose ka përdorur telefon mobil ku ka pasur valën ose EPCO-n, dhe përmes asaj pajisje ju ka qasur dhe faqja lën sheja. Ato sheja mund të marren, të dërgohen për analizë të providerët e internetit, dhe mbas saj providerët e internetit mundin me gjetë numrin e telefonit të kërcënuesit ose kontratën me të cilën është linja e internetit. Për shembull, ai mund të zbulojë që sulmi ka ndodhur nga shtëpia jem, për arsye që IP-ja ka qenë lidhur me kontratën e internetit tam që kom Lepko, ose
ata mund të zbulojnë që ka ndodhur nga numri im i telefonit për arsye që çata IP që ai numër telefonit ka pas përmes orgjisë. Këta e shkurtë, a duhet merren njësoj seriozisht edhe mesazhet në këtë formë direkt nga faqja zyrtare edhe komentet në rrjetet sociale, me qenë se përmbajtja mund të jetë njëjtë pak a shumë, po kjo bë lajm, si më thon, ma viral. E vërtet, ky shihet që është sulm, ky lloj kërcënimi shihet që është sulm i paramenduar, jo si kur rrjetet sociale kur dikush fol me eufori, po me himve faqe edhe me kërcënu presidentin është i paramenduar. Edhe mendoj që institucionet e sigurisë duhet me marrë seriozisht, për me angazhu këtë mekanizmat e ekspertëve brendshëm, edhe të jashtëm nëse është nevoja për me hulumtu edhe për me gjetë këtë kërcënuesin. Unë mendoj që nëse institucionet shtetërore kishin bërë punë të mirë, kishin gjetë këtë kërcënues, atëherë shkon kampanje mira për tjerë që mos me kërcënues, nuk del pa u dënuar për kësaj pune. Nëse na heshtum dhe nuk hulumtojmë këtë drejtim, atëherë na veç ja lëm derën qese kur do shoh në mënyrë online për kënd shoh të shkuj që ka donë për fshirë kërcënime. E qartë, Kastriot, falenderoj shumë për inkuadrim në Kompas sonte. Faleminderit për juve, natën e mirë. Faleminderit, do të vazhdojmë me situatën politike në vend